Krahina e Mokrës në Pogradec prej vitesh vuan mungesën e investimeve në infrastrukturë nga pushteti vendor dhe ai qendror. Radokali është një prej fshatrave më të populluar të zonës së Mokrës, vetëm pak kilometra larg rrugës kryesore që lidh Prenjasin me rrugën Qukës-Qafploç, por që duhet më tepër se 40 minuta për të mbërritur në qendër të fshatit për shkak të infrastrukturës së keqe rrugore. Më tepër se 300 familje që ndodhen në fshat vuajnë kushte tepër të këqija të infrastrukturës, ku përveç rrugës edhe rrjeti i energjisë elektrike dhe keq menaxhimi i ujësjellsit mbeten shqetësuese. Po një copë rrugë aty, anë matane la katastrofë. Kemi rrugë, se kanë bërë gjëra tjenë, edhe nuk është bashkuar me ata. Për një copë kanë. Çfarë dritash? Janë digur televizor, frigorifer, lavazëgja s'punon fare. Nuk na vjen tensioni deri aty se fshati është i madh, por e nditur rritën. 30 familje ande që duam i gabim tjetër. Agim Kolgega, kryetari i fshatit, shprehet se disa herë ka referuar këto problematika në Bashkinë e Pogradecit, por nuk ka asnjë reagim nga ana e tyre. Ai shkon më tej duke thënë se fëmijët janë sëmurur nga cilësia e ujit, ndërsa rrjeti elektrik nuk përballon as stuhin më të lehtë, ku në shumicën e ditëve të dimrit i gjithë fshati është në errësirë. Rrugët i kemi keq, varrezat i kemi keq. Dhe fshati sipër s'ka fare energji. Ose morën fëmijët e fshatit, gjysmat e fëmijëve. Pe ujit të turbull që i kanë bërë analiza dhe s'kan thyer përgjigje si e kanë nxjerrë ujin. 2 herë që më kanë thirrur mbledhje, kam ngritur këtë problem. Ata s'po marrin asnjë mas. Investimet për të përmirësuar jetën e banorëve, të cilat mungojnë plotësisht, janë një prej shkaqeve që ky vendbanim po shpopullohet me ritme të shpejta.